sa ma shumë u shteshin muajt e lindjes, unë si kur njërë të pavetdishme i shtesha punët. Kam muajt në muajin e 8 shtatzanis 3 punë. Edhe s'kanë qenë punë çfarë do pune. Isha asistente në fakultet mjekësisë e kyçne, që u dufketon natën me nejtë sytë e mirë rrath të zinje, mu përgatit para studentëve se çka kam e prezentu, se ndryshe del para një fëmijët fillor, e ndryshe para studentëve që ka student nga njerë që e mujnë edhe vetë profesorin, e lejmë asistentin sikur se isha anë. Do më thonë, këtë natën në thujesone me 2 ore, kom pas komplet vitin gjëmë. Përveç punës me honorar që e kisha si asistent, punoja punën humane që kom pas një organizat me kategorinë e të varfërve, kom pas projektin tjere me student me cilën kom bajt vazhdimisht ligjerata, projektet ndryshme qoftë psikologjike, shkencorit kombinune, dhe sa ma shumë u vishin mujt për të cilet unë prisha me arë njëtë fëmiu jem, unë pa dashje shisha veten që pengarkoj me punë. Dhe fatkeqësisht për shkak një komplikacioni që kom pas në lindje, nuk e kanë kuptu profesionalistat mjekësor, pak për ignorancë se pak ashtu ishte fati jem,